Një samuraj vete afër një murgu që bënte meditim dhe i thot: do më tregosh kush është Feri dhe Parajsa. Atëherë murgu me mos përfill dhe i tha: unë nuk merrem me ty, këshiti të merrem unë me ty. Atëherë samuraj hapi direkt shpatën, murgu qishi dhe i tha: ja, ky është Ferri. Duke kuptuar fjalën e murgut, samurai u mbylli menjëherë shpatën nga klëfi, e futi sërish, u ul me respekt. Atëherë murgu sërish i tha: ky është Parajsa. Në qoftë se me një fjalën e dikujt direkt ne do bëjmë reagime, kjo tregon që ne kontrolli jon është në duart e dikujt tjetër, dhe sa do ne të hiqemi skurimin Zot e vetes, atëherë ne kontrollojmë nga dikush tjetër. Por në moment që ku shikoni një lajm, një shkrim, një fjalë, gjën e parë ti thuash vetes: ja vlen që unë të mërzitem për këtë? Aty të frenohesh, atëherë do e kuptosh që zotëria yt je ti vet. Ndryshe nëse e bën një reagim dhe e ndot shpirtin tënd me negativitetin, atëherë litari dhe kontrolli yt është në duart e dikujt tjetër. Dhe ai dikush tjetër vazhdimisht do luaj me ty, një lloj si i tregoj se çfarë ishte Ferri, murgu i vjetër samurajit. Me një fjalë, pastaj dhe qeshi. Faleminderit që